Rreth 1400 maturantë në Shkodër janë nështruar këtë marrë të provimit të fundit të maturës shtetërore. Ati me zgjedhje, drejtuesi ZVAP Shkodër Brisele Kadia u shpreh se ky proces është menaxhuar me angazhim maksimal, ndërsa ekonomi dhe psikologji kanë pasur interes dhe përzihet të lartë nga maturantët, ndërkohë në lidhje me rezultatet e provimit të gjuhës së huaj dhe asaj shqipe, Kadia bëri me dije se niveli i kalueshmërisë ka arritur në 98%. Sot ka startuar provimi i fundit, ai i lëndës me zgjedhje. Provimi i fundit i maturës shtetërore që vazhdon me të njëjtin organizim siç edhe provimet e tjera. Kemi 6 qendra provimi në të cilat kemi të përqendruar 1400 maturantë. Është në fakt provim që kërkon një angazhim më serioz në menaxhim, jo se të tjerët kërkonin më pak, por për shkak edhe të larmishmërisë për zgjedhjes së lëndëve që maturantët do i nënshtrohen këtij provimi, duhet jetë shumë i kujdesshëm të menaxhohet qoftë shpërndarja e testeve sipas përzgjedhjeve të duhura të maturantëve, dhe në disa ambiente mund të kemi që një larmishmëri më të madhe të përzgjedhjes se sa në disa të tjera. Vazhdojmë të kemi një pritshmëri më të madhe ose frekuencë më të madhe për zgjedhjeje për lëndën e ekonomisë, mbi 650 maturantë kanë zgjedh, psikologji dhe qytetari mbi 320 maturantë dhe biologjia që vazhdon të jetë mbi 130 maturantë. Ndërsa në anët e lëndëve profesionale, të shkollave profesionale, kemi një përzgjedhje të hoteleri turizëm mbi 70 maturantë. Pastaj vazhdojnë edhe përzgjedhjet e lëndëve të tjera, qofshin këto specifike të shkollave profesionale, qofshin edhe lëndët e tjera biologji, kimi, matematik, fizik, në varësi edhe të përzgjedhjes që kanë bërë vetë maturantët. Shpresojmë që ta mbyllim me sukses, duke qenë se vazhdojmë të jemi shumë rigoroz në zbatimin e rregullorës së maturës shtetërore dhe rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe rregulloria e maturës shtetërore. Deri në këtë momente kemi qenë në standardet që ne duam. Kemi marrë përgjigjet e 2 provimeve, të gjuhës së huaj dhe të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në të 2 provimet kemi një kalueshmëri 98%. Mund të kemi 3-4 shkolla që nuk kanë pas kalueshmëri 100%, që na detyrojnë ta kemi kalueshmëri në nivel zëvaje 98%. Mund të them që nota mesatare në gjuhën e huaj është 7.7, ndërsa nota mesatare në gjuhën shqipe dhe letërsi, duke qenë se është një ndër provimet më të vështira për shkak edhe të kompleksitetit të gjuhës dhe letërsisë dhe të shkallës së interpretimit, është 6.95. Sigurisht është pak më rritur se viti që lam pas, nga një krahasim i shpejt që bëm ndërkohë që morëm rezultatet. Me përfundimin e provimit me zgjedhje, mbyllet dhe sezoni provimeve të maturës shtetërore për këtë vit shkollor.